biset politologu Melazim Koci. Ju përshëndes zoti Koci, faleminderit që u bashkuat bisedës. Nga Prishtina, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi si çdo herë të jemi së bashku për të analizuar gjithçka që po ndodh aktualisht në Kosovë. Kemi qenë në një periudhë në cilën së bashku kemi trajtuar se çfarë do të pritej nga zgjedhjet e 28 dhjetorit. Tashmë ndodhemi përballë faktit të rinumërimit të votave, një proces që faktë nuk u mendua se do të ishte në këtë formë, pra do të kishte përfunduar shumë shpejt me certifikim të zgjedhjeve, me institucionet e reja të Kosovës, pra të qeverisë së re ose partisë fituese të dala nga këto zgjedhje. Jemi në një proces në cilën kemi parë se ka qindra të arrestuar komisioner, në një proces në të cilën duket se parregullësitë kanë qenë të mëdha. Si e keni parë fillimisht, e pritshme që të ndodhte në këtë formë, ndoshta referuar edhe zgjedhjeve të mëhershme? Jo, nuk e kam pritur. Nuk e përjashtoj mundësinë që edhe në zgjedhjet e mëparshme të ketë pasur vjedhje dhe zyrtarët e lartë të partive politike e pohojnë këtë, e pranojnë që ka pasur gjëra të tilla që brenda subjekteve politike janë bërë vjedhje, manipulim votësh, bartje nga një kandidat te kandidati tjetër, por sinqerisht unë nuk e kam pritur një gjë të tillë dhe jam shumë i befasuar sepse është e turpshme, kjo çfarë ka ndodhur në Kosovë është e turpshme, është skandaloze. Është bërë nga njerëz që nuk kanë në plan të parë interesin e Kosovës, por të tyrën vetin personal. E dyta, Kosova ka pasur epitetin e vendeve që mbanë zgjedhjet shumë mira, shumë të mira, do të thotë. Kisha për të thënë ndoshta më të mirat në Ballkanin Perëndimor, por kjo pas kësaj çfarë ka ndodhur nuk vlen. Kosova më nuk e bart epitetin e vendit me zgjedhjet më të mira në Ballkanin Perëndimor. Për të qenë sinqert, gjatë ditës së zgjedhjeve, ajo ditë ishte shumë solemne, ishte pa incidente, pa ekscese dhe dalje në numra të konsiderueshëm. Por ja që në çastin që vota hedhet në kuti dhe sidomos kur atë e marrin partitë politike, ato e manipulojnë procesin. Dhe thash pak më parë, vetë e thonë që një gjë e tillë ka ndodhur në 15 vitet e fundit. Mendoj se është goditje shumë e rëndë për Kosovën, është skandaloze. Më spaku, më sbuti thënë, është skandaloze, sepse godet kredencialet demokratike të Kosovës në përmasa ndërkombëtare. Kosova nuk është demokraci e tabluar, nuk është demokraci në tranzicion dhe për Kosovën është shumë e rëndësishme procesi demokratik i rregullt. Vota e lirë është për Kosovën është shumë e rëndësishme. Është më e rëndësishme të azim se për Shqipërinë, vend që ka ujse në Kombet Bashkuara, që është shteti i tabluar. Dhe është për keqardhje, unë them vërtet është për keqardhje dhe është turpshme jo vetëm për ata që kanë organizuar do të thotë zgjedhjet, por edhe për partitë politike që kanë futur duart në procesin zgjedhor, duke bërë që një individ të marrë të përvetësoj, të vjedh, ta them thjesht shqip, deri 6.000 vota. Mendoj se janë cuba politik, unë i quaj cuba politik, cilëve nuk u intereson Kosova, nuk u intereson fare fati i Kosovës.